19 qershor, hejnte, ngriu në luftoni për kombin tuaj. Mbas vizitës private në Shtetet e Bashkuara por dhe në Europë, kryeministri Rama ka treguar papërgjegjshmërinë në një kohë krize shumë të madhe, siç e kemi theksuar dhe dje këtu në Focus TV, kur të gjithë presidentët dhe kryeministrit e vendeve të NATO-s kanë mbledhur këshillat e sigurisë kombëtare. Është e pashpjegueshme, por dhe shpjegon shumë gjëra për ftohtësinë e Departamentit Amerikan të Shtetit ndaj kryeministrit shqiptar. E kam theksuar disa herë, mbas vitit 1992, sa herë që zbriste në SBA për çdo lloj vizite, presidenti, kryeministri ose ministri i jashtëm, ka qenë protokoll që gjithmonë janë takuar me zyrtar amerikan. Nuk ka rëndësi se çfarë niveli ka qenë. Për shembull, presidenti Mejdani është pritur nga numri 4 në departament. Berisha është ftuar dhe në vizitë private në shtëpinë e Bushit plak në Texas. Dhe gjithmonë kur ka qenë OKB-ja, Nano, Berisha, Meta, takoheshin me sekretarët e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ajo vajtje e Ramës tek dasma e njeriut më të përshtirë, më anti-Trump, më anti-komb, më anti-amerikan, tregon qartë që Rama nuk e njeh situatën e politikës amerikane. Natyrisht që lobingjet kryejnë dhe nuk kryejnë në një gjë të madhe. K Street, mbase miliarda dollar, dhe nuk arrin aty ku duhet arrin, por për vendet vogla si ne, ndikojnë edhe pak shtysa, inicje, letra, ngritje zëri, pyetje edhe nga kanalet televizive si yni, për të sjellë çështjen e Shqipërisë në tavolinat e politikës të madhe amerikane. Natyrisht që për çastin nuk ka interes ndaj nesh. Krizat e kanë zhvendosur vëmendjen e Amerikës. Një analist amerikan dje, me cilin kam pasur debate që njihet për atë qëndrimin pro-serb dhe anti-nesh, David ka thënë që Trump mund të jap pjesë të Kosovës për të kënaqur dëshirat e Serbisë. U orvat mandatën e parë, nuk besoj se do ta bëj dot mandatën e dytë, sepse siç më ka thënë ambasadori Bolton, Trump jumps, kërcen nga një subjekt në subjektin tjetër dhe nuk ka kohë. Kriza midis Iranit dhe Izraelit është kriza e parë që përballet presidenti Trump. 79 vjeçar, ka probleme. Madje Majta thot që ka probleme dementia si Joe Biden. Ai dje i ka bërë një pyetje veten, a mund ta emërojnë veten si kreu e Federal Reserve? Nuk ndodh. Ai as nuk mund ta pushojë dhe as mund të emërojë dikë tjetër sepse duhet konfirmimi në Senat. Dhe tha hodhi këtë pyetje retorike, kur ndërkohë kishte thirrur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ka pasur 2 mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ka shumë gjasa që Borzilok, Gabbard do ta pushojë. Sepse Trump nuk do askënd nga ata që janë kabinetin e tij të flasin ndryshe nga çfarë mendon Doni dhe nga çfarë thot ai. Gabbard e kam theksuar nga analist këtu cilësohet si idiote. Unë kam cituar ata. Në politikën e jashtme, ka qenë Congresswoman e demokratëve, u mor nga Trump sepse mbështeti. Por ajo ka 2 pika dopta, aset rus, akuzime me fakte, paguhet nga Russian Today, ka qenë e paguar, dhe ka bërë një vizitë në Siri, ka takuar diktatorin pas suportin e inteligjencës, Kongresit dhe Shtëpisë Bardhë. Këshilli i Sigurisë Kombëtare në mandatën e dytë e kam thënë është tejet qesharak dhe i dobët nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare që zoti Trump ka patur mandatën e parë. Janë 2 figura të asaj kohe, John Bolton dhe Mike Pompeo. Bolton thotë që Izraeli dhe Amerika i ka të gjitha potencialet ta neutralizojë Iranin tek programet bërthamore. Pompeo thotë se Trump ka drejt se si po vepron. Si mbas Wall Street Journal, Trump e ka dhënë
aprovimin për ditën me bombardis me B-52 me 15 ton për të penetruar tek qendra ku është uraniumi bërthamor i Iranit, por ka lënë dhe një hapësirë në qoftë se ata do të ulen në diplomaci. Përpara një jave Trump ishte tërësisht kundra luftës. Brenda një jave ka kaluar nga krahu tjetër. Është në një pozicion shumë të vështirë për të. Bill O'Reilly thotë që Trump synon që të ngrihen iranianët për të përmbysur ajatollahat dhe mbase për të pasur një Iran demokratik. Thirrjet e tij për të evakuuar Teheranin krijojnë kaos dhe ka të dhëna që shumë segmente të popullit iranian janë kundër regjimit. Një nga drejtuesit e inteligjencës të ajatollave ka qenë në një përplasje me një gazetar amerikan dhe ju vazhdoni ushtroni dhunë, vrisni njerëz, drejtoni armët ndaj tyre. Nuk mendoni se një ditë ata do t'ju kthehen, t'ju përmbysin. Dhe ai tha që ne kemi 35% të popullsisë që janë revolucionar në propagandën tonë dhe ata kanë armë, pjesa tjetër nuk ka. Pra mund t'jetë e përgjakshme përplasja në Iran. Në qoftë se kjo që po ndodh në Iran nuk përfundon me shkatrimin e uraniumit dhe atyre ambienteve për të përgatitur armën bërthamore, është kot. Ka dështuar. Natyrisht që Trump nuk e ka të lehtë sepse MAGA nuk do luftë. Ai erdhi si president duke premtuar që nuk do të ketë luftra. Dhe është kundërshtuar nga Steve Bannon, Tucker Carlson, kongresumin e Floridës, disa zëra që janë kundër, të majtët po. Shumëri nuk po ndihet, edhe pse është hebre me origjinë. Mbas revolucionit të Khomeneit, Irani është kthyer në një sponsor i terrorizmit, vdekja e Amerikës buçet kudo, por ka kohë që Houthis, Hamas, Hezbollah thuajse është asgjësuar. Tani, çfarë kanë me zotin Trump? Kërkojnë që t'jenë për izolim. Trump nuk është i tillë. Ai ka thënë që nuk do të merrem shumë me problemet ndërkombëtare, por duke qenë Jacksonian, ai ka të drejtë kundërveproj. Ndaj mos e akuzoni. Sepse ai bëri këtë kur vrau Sulejmanin, natyrisht kishte këshilltar Boltonin, kur ekzekutoi trupat mercenare ruse në Siri. Pra Trump, në çastet që duhet, ka treguar forcë. Kjo është prova për të treguar që Amerika dihet që mbështet Izraelin, por pa bombarduesit amerikan, në atë malin me një thellësi 200-300 metra, nuk mund të shkatrohen ato mjediset ku mund përgatitet ku pasurohet uraniumi. Trump ka kërkuar siguri. Generalet thonë po. Një bombë e tillë masive kushton $500 milion. Amerika mund të ketë 10 tilla. Megjithatë, mullat janë dëshpërues dhe mund të bëjnë çdo gjë. Janë shkatruar ndërtesa mbase dhe lagjen Tel Aviv. Sepse ai dom nuk funksionon 100%. Në qoftë se hidhen 400 raketa, sikur 3% bien, dëmet janë të mëdha. Amerika në zonë ka 40.000 trupa. Irani ka thënë që ne do të kundërpërgjigjemi. Por ka pamje dhe në internet që popullata është kthyer kundër regjimit. Problemi është se si do të jetë Irani pas kësaj. Do të ndodhë si në Irak, do të ndodhë si në Siri. Është një vend që ka një strukturë, ka një organizim, është shtet, por është anti-amerikan, anti-perëndim. Them se Trump do ta godas. Por janë dy përplasje. A do të lejojë Netanyahu të shkojë më tej apo të thotë stop dhe të fillojë një lloj reformash? Netanyahu nuk e pyeti. Trump ishte me ide për paqe, për bisedime, të ftonte iranianët, çonte vendin, Netanyahu goditi. Lobi hebre është shumë i fortë.
kontrollon segmentet më të politikës amerikane, pa diskutim. AIPAC është nga ato komisionet politike amerikane-izraelite që nuk ka senator e president që nuk financohet nga ata. Ted Cruz ka qenë përballë një pyetje, a ke marrë para nga ata, sepse ata janë si agent huaj, mbështesin qeverinë e Izraelit, jo Izraelin. Kjo është ajo që e ndan shumë. Dhe një pjesë e madhe e magës nuk do luftë. Nuk do, dhe ata thonë që me këtë presidencë e Trumpit merr fund. Sepse ka premtuar që të mos shkojnë luftë. A do të përfundojë vetëm me një goditje? Amerika nuk është e gatshme, nuk do të dërgojë trupa. Paguan 10% e uhas kombëtare është prej trilionave dollar nga George Bush në luftën e Irakut. Saddam i gënjeu, tha që kam armë bërthamore, e varën. Khamenei gënjen nga ana tjetër që ne nuk po përgatisim armë bërthamore, do ta vrasin. Ka lëshuar disa nga fuqitë e tij, ku e lë Shqipërinë. Ne kam thënë që Shqipëria ka qenë rrezikuar me sulmet kibernetike të Iranit, ka pasur një plan për të dërguar raketa në Manz të mujahidinët. Inteligjenca këtë e di. Në përplasje të Trumpit duket qartë që Deep State funksionon. E thash dhe dje që CIA gëzohet kur president vjen një që është ignorant për inteligjencën politikë në jashtme. Dy tipikët, Obama dhe Trump. Natyrisht që Trump do të kishte përplasje me Borzilokën, Tasli Borzilok është në anglisht Gabbard, sepse ajo që quhet PDF, dëgjesat, briefing e përditshme të presidentit nga CIA, ai ka marrë, duhet të ketë çdo javë nga një, ka bërë vetëm 4. Nuk përqendrohet dot, nuk e kupton, dhe natyrisht që CIA kur vjen në mëngjes vjen me 36 faqe. Dhe Obama e ka thënë që kur shikon dhe lexon ato se çfarë luhet në përbot, janë shumë tronditëse. Duke mos lexuar përditësimet, duke patur rëndësia një ish kongresmen që nuk e ka potencën reale për të qenë atë post, dhe aq më tepër me Gabbard, apo me sekretarin e Pentagonit Hegseth, këshilltarët janë thuajse zero. Janë disa general që mund të kenë dhe akses privat. Trump nuk ka shkuar të luftojë në Vietnam. Ka nxjerrë një arsye se është dystaban, ka probleme. Nuk ka qenë as Marines, nuk ka luftuar si president të tjerë. Natyrisht, edhe pse hiqet si Don Cesare Ford, luftën nuk e do, por në këtë rast është prova e jetës së tij. Sipas Wall Streetit, urdhri është dhënë. Të shpresojmë që bota të përfitojë nga kjo, duke shkatruar regjimin që mbështet terrorizmin të Iranit. Nuk shpëton vetëm Izraeli, shpëton Amerika edhe Perëndimi. Ndryshe, në qoftë se do të kepi një luftë të thellë, e gjithë lindja mesme do të jetë në fajër, në zjarr, dhe pasojat ekonomike do të jenë shumë të mëdha. Ndaj ky vendim është shumë i vështirë. Kam pasur një intervistë e Euronews dhe ja sot kush nuk e ka parë, ju falenderoj, abononin kanalin ton YouTube. Thanks. Kudo në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë, janë dhe do të jenë aleat i përhershëm me Izraelin. Kjo nuk diskutohet. Zoti Trump nuk di të luajë në strategji. Pra nuk di se çfarë mbas një vendimi, çfarë ndodh pas dhe çfarë ndërlikime ka. Ai jeton thjesht në prezent, në çastën. Besonte shumë, kujtonte ai, nuk e njihte situatën si duhej, se do të kishte një marrëveshje me Iranin. Kjo nuk do të ndodhte kurrë. Irani nuk do të pranonte që të kthehej pas mbas tolerimeve të mëdha që janë bërë që nga Barack Obama, Bideni, tentoi Trump në kohën kur kishte Bolton këshilltar të sigurisë kombëtare, por përsëri ishin shumë afër përgatitjes së një arme bërthamore. Unë kam thënë dhe në kanalin tim Focus që Netanyahu do të godiste. Dhe Netanyahu tregoi forcën, arrogancën, goditi pa pyetur zotin Trump.
Në media janë krijuar ide të ndryshme për ta forcuar zotin Trump, sikur ai ka ndaluar që Netanyahu të vriste ajatollahun e Iranit. Këto janë thjesht media, ndërkohë që Rubio është distancuar që ne nuk kemi qenë as ndjeni, as pjesëtar. Shqipëri. Ja ka postin e kreut inteligjencës, Tasli Gabar. Jo po, idiotë cilësohet këtu një person me lidhje me Putin dhe shtëpia bardhë nga mbështetin pas. Ajo e tha në hearing. Provat janë Mossadi ka. Ata ishin shumë afër prodhimit të armës bërthamore. Pa diskutim. Një uranium i pasuruar me 90%. Por problemi është që Netanyahu vet nuk arrin dot, sepse nuk ka armë penetruese tek ato bunkeret nëntoksor ku janë laboratorët kryesorë me armë bërthamore. Këtë e ka vetëm Amerika, janë disa tonelata ato bomba dhe tani hyn loja Amerika, ajo që thoni ju. Sepse Amerika ka 40.000 trupa në rajon dhe nuk lejon që situata dal nga dora. Pa diskutim, ka disa skenar, por vetëm për të spekulojmë, sepse këto nuk janë baza zyrtare, janë mediat ndryshme, mund të bëhet një ndarje si Siria, mund të ngrihet përmbyset regjimi, janë disa opsione që janë, por fakti është që ashtu si ne në 97-ën, ushtria iraniane pas ka qenë një tigër për letre, i pat vetë se si u ekzekutuan me përpikmëri, duke vrarë general në për pallate vetëm në apartamentin ku ishin, kishin shumë spion nga brenda dhe nuk ishin gjendje, sistemi kundërajror nuk funksionoi. Ra, me dron ishte kohë që Izraeli e përgatiste këtë. Izraeli her pas here, sa herë që ka pasur shqetësime që për përgatitësin këto armë, ka goditur. Nuk diskutoi që nuk do të godiste. Me njëherë pasi ndodhi sulmi Izraelit nga Irani, pari reagim nga ana e Moskës zyrtare, apo jo? Natyri. Përgjegjësohet marrëdhënia e Trumpit dhe Putin ende pa u përmirësuar? Nuk pyet Putinin për Iranin. Putini ka problemet e veta, do të përparoj sa më shumë në Ukrainë. Kjo dëmton Zelenskin, sepse deri tani ka marrë 20% tokave, ndërkohë që vëmendja përqendrohet në Iran, Izrael, Putini, por dhe Kina me Tajvanin mund të marrë në një. Pra situata ndërkombëtare është shumë ndërlikuar. Duket se Trump deri tani ka qenë i dyzuar, sepse mbledhja urgjente e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Këshilli i Sigurisë Kombëtare i zotit Trump mandatin e dytë është thuajse qesharak po ta gërë. Do të jetë transparent. Do të jetë transparent, nuk ka dhe private. Ti paguash nga votuesit shqiptar, ka një punë për të bërë. Kush paguan udhëtimin e ti këtu në qoftë është privat? Gjeni mu si gazetar investigativ. Kush paguan hotelet e shtrenjta? Në Hamptons nuk ka dhomë pa $2.000 në ato. Në plazhet private të ku ka qenë ai? Ka qenë me avion privat? Ka qenë me avion në linjës, erdhi nga Austria? What? Shkojtoni se është dasëm shqiptare, dasëm perversësh. E kush ishte ndasëm? Kamala Harris që dihet problemet e të shoqit. Hillary Clinton dihet. Ky vet bashkëshortja martuar 13 vjet më parë, vet ka një familje të shkatruar. Pra janë një çift që nuk përfaqësojnë asnjë vlerë nga familja, të cilat përfaqësohen nga djatët. Megjithatë kjo është gjë private. Unë dua që kryeministri i vendit tim kur të vi këtu të shikojnë në sy zyrtar amerikan, të shkojnë në departament. E ka pas edhe Nano, edhe Berisha, sa herë që vinin këtu. Nga informacioni juaj nuk ka takuar askënd zoti Papa? Po ta ha mendja ty se të kishte takuar, nuk do na kishte nxjerr foto. Nuk ka qenë hiç në Washington, unë ta kam thënë me kohë. S'ka qenë, s'ka pa. Ai mund të ketë ndruar një takim me Kushtnerin, një vajtën Mar-a-Lago, një telefonat, janë të gjitha këto. Dhe ndërkohë kur Kurtit i thonë thank you nga State Department, apo atit të Maqedonisë Veriore, asgjë për Ramën. Ndërkohë që unë e di që ky do ishte gati të priste edhe 50.000 emigrant për një telefonat apo një fotografi. Nuk po e pyesin fare. Ti jap dhe një lajm të keq. Megjithëse tani do të jetë në avion. Vajza Lasivitës, Victoria, është drejtoresh komunikimi në White House. Po ta bëjmë personale për zotin Rama. Kjo e komplikon pak
kësa situatë. Jo, por nuk shteti këtu nuk funksionon si Shqipëri, nuk është me Belindat, me ata që ka ai, po ja them sa për t'i krijuar një ide, sepse është marrë shumë elasivitën. Ore fakti është departamenti i shtetit nuk të shikon si faktor. Unë pata një pyetje që përse kur vjen me vizitë private ke mbrojtjen e Secret Service. Dhe ja kërkova një gazetarit madh, Bill O'Reilly. Me ligj mbrohet me Secret Service çdo kryeministër apo ish lideri huaj që vjen në Amerikë. Por ka 3 mbrojtje. Një që drejtohet nga presidenti për të mbrojtur një kryeministër që vjen, një që drejtohet nga departamenti i shtetit, nga sigurimi diplomatik, dhe e treta, që them bësh për këtë, nga thesari, departamenti i thesarit, ku drejton një open gaze ose sekretar dhe ish ortak i Soros. Por prapër mua është skandaloze që të shpenzohen nga dollarët amerikan për vizita private. Por nuk është ky vetëm. Përpara 2 javë ka qenë Mitsotakis, që nuk erdhi tek ajo darka dreka madhe e BE-s në Tiranë, ishte këtu sepse diplomoi i biri. Me vese janë shumë lider botror, por si ky yni unë nuk kam parë. Në këtë kohë Irani ka bërë sulm kibernetik ndaj nesh, ka pasur fakte të inteligjencës që ka dashur të bombardojë me dron mujahedinët në Shqipëri, çka rrezikon ne, Shqipërinë do të ishte diçka e çmendur sepse jemi vendi i NATO-s, por tani ajotollat janë dëshpëruar mund të bëjnë çdo gjë. Dhe ti rri akoma rrugëve të Manhattanit në kërkim të asaj që quhet dark money, takohesh me oligarkët e këtu, kur vendi është përballë një si të gjithë vendet e NATO-s. Dhe kush takon askush? Urdhëron? Do të cilëson si vese? Mo vese janë tjera gjëra, e dim sa vese shka ai. Ajo rren Shqipërinë. Nga 12 vjet, po t'ja bësh janë disa vite që rri jashtë. Zotëri e votuar drejtosh vendin. Bëj punën tënde. Po. Prej poshtë flet për një dosje përvluese që do hapin amerikanët për kryeministin. Nuk ka çfarë të hapin amerikanët, dosja është, nuk është mbyllur. As dosja me foton e Obamës, krim federal nuk është mbyllur. As dosja me Ganigal, është rihapur dosja nga e para me Ganigal. Janë 8000 faqe. Dhe çfarë do të sjell kjo? Atë e di departamenti i drejtësisë dhe ata që janë ndaluar përpara 2 vjetësh në JFK. Pa i rasti me Ganigal është gjykuar, sepse ka shkuar që fillim në Shqipëri. Atëre pse po hapet dosja nga e para, kur është gjykuar? Ka dhëna të reja. Me ligjin amerikan, kur ka dhëna të reja, hapet. Dhe po hapet dosja për lidhjet me Rusin. Duçka ka kërkuar puset për oligarkët rusë me Ramën. Është i ndërlikuar me Rusin, nuk është aq e thjeshtë. Dihet që janë 4 takimet përgjuara, Rama është i ndërthurur keq të dosja me Ganigal. Dëmet me miliona dollar janë bërë në Shqipëri, Dumani ka mbajtur 6 orë nezën, kur të mbaj 6 orë në SPAK, pra dhe Dumani duhet di shumë. Tani që Rama është i korruptuar, mund t'ja bësh pyetje edhe një fëmije dhe nuk të do t'jo. Kudo në Shqipëri.